Ka vdekur Shem Mustafa, ish polici i Kosovës nga Mitrovica, i cili në qershor të vitit 2023 bashkë me 2 të rinj ishin rëmbyer nga shteti serb. Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur familjarët përmes rrjeteve sociale. Në njoftim thuhet se Mustafa vdiq pas një sëmundje të gjatë kronike dhe se varrimi i tij do të bëhet në varrezat e Shipolit.